dhe ata në institucione të kenë jo me kost të shtuar ordin e punë. Pra sy se pastaj rruga minimale e rritur, që është një hap i mirë, edhe që të tjetë edhe kjo tjetër hap i mirë, vjen që shteti pja merë që të që ja ka rritë. Kështu që po ja jep me një dorë, po ja merë me tjetër. Realisht po ja jep edhe po dyfishon tyrat e veta të po nevojshme, parasyse në planifikimet e veta buxhetore, ai ka para poqe. Në një çmim karburanti që lun plus minus 10%, ta bëj buxhetin e Kosovës të cilën e ka premtuar. Por kur rritet shumë, me një herë duhet ta kthej, është çështje logjike, pra nuk hub kurrë shteti. Asnjëherë Adriatik unë nuk propozoj veprimet që dëmtojnë buxhetin i cili nga ai buxhet mboren të gjithë të punësuarit tjerë. E mendoni kthimin politik? Mund të them që nuk mund të kthehem. Është një kohë e mirë, ko mendu që mund të kontriboj shumë ma shumë, por nuk ka qenë ajo e pritur e imja, ma shumë këm pas kostot të bizneses, ose që këm pas fitime tjera. Mirë, po ka qenë një avantur e mirë, mundësi e mirë, nëse ka ndesht politikanet me të gjuhë, pëse që shumica qytetarëve politikanë më kanë të gjuhë që atë misioneve, e di që në një kohë caktuar shumica e njerëzve afër institucioneve qeveritare kanë pas obligim me ndëgju emisionin që unë e dalë. Kanë pasur obligim? Obligim kanë. Ju dëgjojnë kur dalin emision. Besoj se do t'ju shikojnë edhe sot të shumë. Unë po mendoj që nëse më shiqojnë mu dhe kanë kutësim me kërku implementimin e saj, shteti do të shkoj për një 30% nga nesra ma shumë. 30% do të rritet ekonomia e shtetit. Shpjegimet e mia e rrisin shtetin shumë. Nuk është kjo megalomani juaj, nuk është mendjemallësi. Jeni të bindur dhe po e thoni pa hezitim, nëse ju dëgjojnë ju shtetit 30% do të rritet ekonomia. Kam në obligim me dalë, me spjegu për të pasuruar buxhetin. Unë e ndi obligim dhe qytetarëve, për arsye se mendoj që institucioneve dhe qeverisë i mungon ndjenja imje. I mungon. Pra nuk është qeveria që lunë futbol. Qeveria vetëm mundet mi shpërbly futbolistët. Ata japin golla. Na jem që japim golla në sferën tonë nëse vinë me në aksion tribunë s'pa ku bërë. Por s'pishojmë shumë tribuna të... Shtëbëm, kjo është çështja politikës, fitoria vota është ajo që përcakton. Unë si aparat gjithmonë jam respektuesi institucioneve se gjatë kohës kur votoj mendoj ndryshe, ndoshta edhe flas për të mirën e vendit, por nuk kem keni po asnjëherë që kritikoj ndonjë veprim sa për ta kritikuar, më shumë për të urrëzime, për arsye se dëshiroj që të jetë mirë shteti. Kur është shteti mirë, të gjithë jemi mirë. Dhe përmendet më herët edhe mundësinë e fitimit në Kosovë, a mundet dikush në Kosovë të arrijë të bëhet miliarder? Nuk e besoj. Nuk e besoj. Ja, nuk e besoj me ekonominë e Kosovës jo. Janë disa maksimume që mund të arrijen. Mirë po, njerëzit që kanë para ma shumë, e vendosin dhe kanë kapital investiv ma shumë. Për shembull, nëse buxheti investiv i imi që është planifikuar nga institucionet financiare është 100 milion shtesë, ato duhet më mbledh po vaki 10.000 qytetara për mi bo bashk, e mu koordinu me zveti për me bo një investim. Ma unë s'kam nevojë mu koordinu me kukon me mizin. Se ka njëherë për investimet të mëdha nuk koordinona shumë. Për arsye se japin ide, dikush është optimist, dikush është pesimist, edhe del një farë rezultati për të mirë. Për vetë ja groj dhe nuk e One man show. Ose vetë kom pikësy me kolegë. Për kryesisht Kosovë, edhe marrëdhëniet ndërmjet biznesmenëve, nëse mund të themi më të mëdhenj kryesor, janë kryesisht mira. Dhe nuk mungojnë nga njerë edhe këshillat ndaj njëri tjetrit, por edhe të njerë edhe ndihmesat në njëri tjetrit. Kë i vlerëson ju nga kolegët tuaj biznesmen Kosovë? Unë mund të them që Kosova më të vërtet ka aparat të mirë. Unë jam
është një prej të vetëmve që mund të organizoj takimet e ty mes tyre, pa xhelozi. Ju e gëzoni atë respekt. E gëzoj respekti për tëne, si me kolegët që aparistat e PS, që janë vllazit e Volli dhe shumë tjerë, ka shumë të tjerë, si Oshtapin e Prizren e tjerë që mos t'i përmeni, ka Viva Preshe, Interexie, shumë biznese tjera, të cilët janë pozitiv, të cilët kontribojnë aq sa, dhe deri sa janë në kuadër të legjislacionit, unë po mendoj që nuk ka hapësirë për të përngosur institucionin. Ne nuk mund të bëjmë shkallë institucionit. Qeveria mund të na dëmtoj neve. Na s'mund të dëmtojmë qeverinë. Na nuk mujmë merzu qeverinë. Na nuk kemi interes merzu qeverinë. Ne kemi interes që qeveria mu përshtat interesave të rritjes ekonomike. Për ne është më rëndësi që qeveria tjetë në funksion të rritjes ekonomike për qytetarët e vetë. Aty jemi na. Që mund e ty kush, Hasani i Seni, mërzu qeverinë, arroni këtë punë. Na veç mundëm me zhvillu Kosovën Pra, këta emra që po i përmendi, mund të ndihmojnë zhvillohet Kosovë. Opozita është ajo që e prezenton zgjedhjen më të mirë për qytetarët. Ata kanë betejë me pozitën për ta bërë qytetarin që unë nëse më sjellni me unesra në të ardhmen, unë ofroj kushte më të mira për bizneset. Dhe ta që ka ndodhë, edhe na si biznesmenën të gjojmë me vesh. Cili prej atyre po propagandon që ne rrit ekonomin e venit edhe na bën mirëqenie më të mirë edhe për ne. Por kjo është e gjitha që vlen, po thoni. Por që na, gjithmonë institucioni është për ne primor. Na nuk shkojmë mas njerit në institucion, na shkojmë mas institucionit. Ne s'na vjen tjetin, as kem qara pa shkutaj, e ka zgjedhë qytetari. Prandaj, qytetari është përcaktues kush ka mi e qeverisë, jo na. Na veç kem dëshirë që qeverisët e tyre të jenë në funksion të rritjes ekonomike. Zoti Ramiz Kelmendi, si zakonisht kisha kënaqësinë t'ju kem sot në Rubikon. Këtë kishim kohën. Faleminderit edhe për jush, faleminderit për këtë emision. Unë besoj që prezentimet e mia kanë të bëjë ekskluzivisht për rritjen e vlerës së mirëqenies së qytetarëve, as pak për të arritur vlerën dhe mirëqenien time financiare. Do thotë, nëse dëgjon qeveria 30% rritet ekonomia e vendit. Unë ata që ka thëmë mund të propozoj. Propozimet edhe njerë, propozimet e mia janë të bazuara edhe në teori, jo veç në praktikë. Se praktika ime është e suksesshme për mu, po teoria të cilën e spjegojnë profesorët, të cilët i bojnë tjertë milionerët e vetë si unë, e bojnë të gjithë ekonominë të suksesshme.